Vili Haxhia një ish kampion i vllaznisë në handball si gjithmonë në të tilla organizime si ky sotmi që u përkujtua kolegu dhe presidenti i handballit Nikolaj Karrota ishte prezent, madje duke kontribuar edhe në organizimin. I kënaqur që gjithçka shkoi mirë. Patjetër çdo gjë shkoi mirë, ne në vazhd të turneve që organizojmë çdo vit Nikolaj Karrota organizojmë edhe këtë vit në bashkëpunim me shoqatën sportive të Universitetit Luiz Gurakusi. Ne ishim në finale ku ekipi vllaznisë u ndesh me ekipin e universitetit dhe fitoi me një diferencë të ngushtë ekipi vllaznisë pas një loje tepër bindëse të ekipit të universitetit. Çfarë kujtoni në vite diçka për bashkëpunimin me të ndjeri Karrota? Me Nikon kemi organizuar shumë takime, kemi organizuar shumë neshje ku ka qenë organizatori jonë kryesor në gjitha llojet aktiviteteve. Mungesa ati është palan boshllëk mall në handballin shkodran. Do të vijojnë? Patjetër, çdo vit do të mundohena me vazhdu. Faleminderit. Faleminderit ju.